pra për herë të parë jepet kartografia e parkut arkeologjik të Lezhës, që nuk ekziston, cila pastaj vjet në shërbim qoftë të bashkisë, qoftë kërkim shkencor, qoftë të institucioneve të turizmit. Së dyti është të studiojë më në hollësi asetet arkeologjike që janë akrolisi, pra lisi i lartë, në malin e shëlbumit dhe gjithë qyteti antik i Lezhës. Këtu mund të themi që kemi të reja në datimin, në përcaktimin, pra nuk për shumë për akrolisin që është konsideruar një fortifikim i kohës bronzit, nuk është i tillë, është i periudhës proto-urbane, shekullit 5-4, dhe përbën fillimet e qytetit të arshëm të Lezhës, i cili zhvillohet kur sot Kalaja, pak kohë më vonë se ai, rreth fillimit të shekullit 5 dhe gjatë shekullit 4, për t'i dhënë pastaj në fund të shekullit 4 jetë krijimit të qytetit antik Lezhë. Pra ky është një kronologji e re në krahasim me arritjet e mëparshme. Së dyti kemi për herë të parë një planimetri të plotë akrolisit edhe të qytetit të antik të Lezhës. Kemi një hartë të re të geofizikës së pjesëve në dispozicion të arkeologjisë për të gërmuar me një skanim, pra nuk kemi vetëm në 2D, siç ka qenë përpara, por në 3D, pra kemi në thellësi të ndryshme prezencën e strukturave që janë nën sipërfaqen e tokës, akoma të pagërmuara, po që i ofrohen arkeologëve për t'i gërmuar në të ardhmen. Domethënë mendoj që rezultati më i mirë final është që i japim një aset bashkisë së Lezhës, mendoj me propozimin që duhet bëjë kjo bashki pranë qeverisë për ta marrë ajo në administrim këtë aset që përmbledh parkun arkeologjik edhe vendvarrimin e Skënderbeut. Ka koha që ne si pushtet lokal të kërkojmë më shumë akses. Siç e tha dhe profesori, unë kam ngritë dhe vazhdet ta ngrej që ky problemi i gjithë objekteve historike, kulturore, që kanë lidhje me trashëgiminë kulturore, duhet të jetë në administrimin e bashkisë. Duke qenë se ne jemi çdo ditë tu dhe merremi me gjithçka, është shumë e rëndësishme që duke u marrë drejt për drejt ne ta nisojmë situatën dhe të bëjmë që Lezhë të jetë në fokusin e turistëve me objekt vizitat në të gjithë vendet historike, të cilat janë shumë atraktive për turistët.